Shikues të nderuar, përshëndetje, po fillojmë edhe një edicion të emisionit Ora Egjiptiane. Një familje ka mbetur pa shtëpi banimi, kjo si pasojë e djegjes së shtyllës elektrike, e që banorët thonë se shumë herë kanë bërë kërkesa për largimin nga ajo zonë. Një shtëpi në Prizren është përfshirë nga flakët si pasojë e një shtylle elektrike, për të cilët banorët thonë se kishin kërkuar disa herë largimin nga ajo zonë e lagjes. Po në 10:30 jemi konë shpi mrena të nejtë, edhe në lemrun kushia, dilni mara për jo shka u pritni se banderi po kollët rryma. Edhe na kur dullëm, veç e pom kulmin që po del timi. Kur e dull timi, na im ludhëm babën, familjen e i heka i qita e ashtë krejt, edhe mur kulmi shket u kollë. Ja nisi me ratë, erdhen këto bashkëgazat, erdhen policia, po nuk u dzoshin me shym, se rrymë alshut. Te kur e ka nalë rrymën, ka shku gati 1 orë kusur. Atere, bashkëgazi e ka shym. Te kanë 3 satit natës kemi nejtë. Apet u ka kap, e kanë shym, apet u ka kap, apet e kemi thirë. Edhe u shym qështu, që sot s'ka ma, vestimi që po del. Avdi Berisha thot se ankesa kanë bërë disa herë, por asnjëherë nuk janë ndërmarrë masa, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha dhe objekti është bërë i pabanueshëm. Familja e Avdi Berishës tashmë ndodhet në gjendje të rëndë, pasi nuk ka ku të strehohet. Shumë herë ankesë kemi bë. Kretë kushia kemi bë ankesë. Edhe i kemi intervistat atje kretë që i kemi dhënë. Shumë herë kemi bë ankesë, me këta telat kemi probleme se gjithmonë bëj kesë poja, qitë ke flak, që se shpijes tjetër i ka qitë flak. I thirëshim, kur gjasë edhe ke mësë mërzitni se na jemi këtu. Edhe mu po dishka na jemi këtu. Kur? Tash familja këtë në rrugë është. Ska, që ke shpija, që tu kemi flet me familje, me baba, me kretë. Baba e ka pos radionisën që aty, që punoj me qëto cullet lodët, këtë jenë kallë. Kretë, me derbonga, me kretë jenë kallë. Tash kretë jashtë jemi, tash nuk kem shka me bëmo. Po thënë që shtu në dil, e na ku me shku? Shpija u kallë, tash kërku s'po vjen as me na këshyrë, barëm. S'po dim as veç ka me bo. Ku man ku? Ka me thonë, kretë 0-0. Unë veç radionicën që kom pënu me qësi cule, me qësi sene me babën, unë aty kom pas mas pak të 20.000 euro. Me lodra, me cule, me dërbonga, me aparata, shfajca, krejti kom pas. Mandej, këto 2 dhoma tu që kemi pas, edhe kjo u bo kretë shkrum. Prej rrymës, që bandera ku është, kur jemi tu i thonë, hajdeni be ishni statelat ose ndroni bandera, se banderat kanë pasra edhe NATO kur ka gjujtë që tu. NATO ka gjujtë, ata veç i kanë bashku që ashtu edhe i kanë lënë. Ish antarja e Komitetit për Komunitete, Shyrat Hoxhaj, thot se ka ngritur disa herë shqetësimin për këtë shtyllë elektrike në mbledhjen e Kuvendit Komunal, duke kërkuar largimin e saj për shkak të rrezikut që paraqet për banorët. Për fat keq, për nga energjia elektrike ka pasur dëme materiale disa shtëpi, ku konkretisht nuk e dim saktësisht se sa shtëpi, po megjithëse nga fjalët e qytetarëve që ende në këtë lagje thuhet se kanë qenë 3 shtëpi të cilat kanë pasur dëme materiale. Për fat keq, mund të themi se ato dëme janë të parikuperueshme, pasi që familjet të cilat kanë qenë duke banuar aty tashmë vetë janë vendosur për disa net do shta të qëndrojnë tek familjarët e tyre. Sipas dëshmitarëve që kanë qenë të pranishëm me njëherë aty, kanë ndalur do të thotë banorët fqinjet për të ndihmuar familjeve që të shpëtojnë flakët që kanë qenë duke dalur nga energjia elektrike në shtëpi, kurse pastaj ka ardhur dhe njësia policore për t'i ndalur ndihmë atyre dhe pastaj kanë ardhur edhe zjarr fiksit. Me aq sa e di, pasi që nuk kam qenë fatkeqësisht dëshmitare në ato momente që të marr informacione të sakta, po këto janë pra ashtu siç kanë thënë pra banorët e lagjës Janina. Rasti që ka ndodhur konkretisht quhet lagja Dora e Artë, po që kryesisht është lagja Janina, do të thotë lagja kryesore. Shpesh herë kam pasur ankesa prej banorëve të asaj lagjës që shtyllat elektrike nuk janë dhe aq të favorshme, pra paraqesin rrezik kolektiv, jo vetëm në atë lagje, por për të gjithë pjesëtarët që kalojnë, pra dhe qytetarët frekuent të kësaj lagje, pasi që lagja Janina njihet si një lagje e cila e lidh Prizrenin si një rrugë kryesore. Edhe pse kam parashtruar si ankesë urgjente që
të ndërmirën masat për shtyllat elektrike, sërish nuk janë ndërmarrë masa. Fatkeqësisht akoma qëndron një shtyllë elektrike aty në hyrje të lagjës Dora e Artë, e cila paraqet rrezik sërish për fëmijët ose për të gjithë banorët që kalojnë këndej, sepse mund të rrëzohet herë kurdo dhe të ketë pasoja fatale. Kurse shtyllat elektrike të cilat kanë qenë brenda lagjës kanë pasur pra ndoshta tensione të larta elektrike të energjisë elektrike apo ndoshta edhe faktorë të ndryshëm që nuk janë të fushës së cilës i përkas. Por megjithse ankesat janë paraqitur drejt komunës së Prizrenit, por fatkeqësisht nuk janë ndërmarrur masat konkrete. Edhe pse riski pra i është paraqitur komunës së Prizrenit, po megjithse shpresojmë që akoma ka kohë të ndërveprojmë për shtyllën tjetër e cila është në hyrje të lagjës, e cila është akoma më rrezikshme se shtylla e cila ka paraqitur problemin mbrëm. Ndërkaq policia rajonale në Prizren ka konfirmuar rastin dhe se shumë shpejt pritet të shikohen dhe llogaritet dëmet materiale. Familja e Haxhi Jakupit prej kohësh përballen me mungesën e energjisë elektrike, kjo sipas tyre për shkak të mos pagesës së faturave elektrike, ndërsa ai dhe familja e tij përballen me kushte të vështira socio-ekonomike. Në lagjën Bërkoc, Haxhi Jakupi po përballet me një realitet të vështirë jetese. Shtëpia e tij ka mbetur pa energji elektrike, duke bërë përditshmërinë edhe më të rëndë për familjen. Unë kam probleme me ndihmu për shëtërrim dhe për shëtë banjo, kam ndihmu dikush me rregullu, sa në tjetër çdo. S'kam rrim, shkoj të Armendja, shkoj ku do të shkoj për shembull në komunë, thonë paguja borxhin e nonës 700 euro për rrim, për kesto. Unë nuk kam parë për me pagu, nona s'merr esencial, as merr benzia, as merr kur gjë, e smut. Na për doktorën, ose ku më mor nona me pagu për 700 euro rrimen për më pumurën. Nona s'ka se them për vete. Ajo është smut, në njëri smut a mund të më pagu në sen. Na moj na më thon se jo andaj jo, unë s'punoj, që me ekra me sisane me drasa kollë. Jam shumë në kushte të këqija. Më kanë ndihmu shoqata armëtore, sa vetë Ramonim kanë ndihmu për çështë shtëpi. Mjetë që është të qepë pa rrim, po kur gjosë ma pranojnë orën. Akoma me bëtë që të mirë, sa nësë kësha dashtë. Haxhi Jakupi thekson faktin se ai mund të punoj, por nuk gjen punë dhe mungesa e arsimimit e ka penalizuar. Shumë senet të qia. Që me zote se e moj familje ma shumë të ma shkurt. Me një cëtjarë rënaj. Me një cëtjarë ka me shky. A me pagu fusha dhe mujtë, se e kam të lidhën, a me pagu djarën me hongër me pi, shoqën vetën, apo në sen tjetër. A gjati lyp punë? Po, jam interesum për punë shumë. Jam i zotit që punoj. Po, s'po ka punë, se s'kam shkollë. Që të problemi, ku do të shkaj s'ki shkollë, me o pashim. Punoj argat, kushtum të tjerë, kum punu dhe tim dhe i tash, s'ka punë, jam jetë që shtë të shpija, do cilë poshtë e nërë. Jam në dytërum për çdo sen me bo, veç me pat kushtet të familja eme. Që sa vjetë jetë shtu? Jam se një vete gjysë. Se më një mënë kërkur sheq, asë në komunë, asë kërkur në hesëm një mënë. A i tregon se disa herë ka kërkuar ndihmë nga komuna e Gjakovës, por se nuk ka arritur ende të marrë këtë ndihmë, e kjo për shkak të faturave elektrike të papaguara. Bëj zisarë. Zisarë. Atë që këqyëm, s'ka sen. Shumë heke për shumë, se në mos shumë. Shumë heke për shumë. Ako me më një mu dikush, Allah i shola është problem. Jem shumë kecë. Mësë pakon kecë që shahim për qëllëm këtu për me i lutë sinjen. Më me i mi këqyre dhe pamjet që rënaj. Zdo sen mund është me këqyre detaje. Pa rrim a rënaj në i kush. Me qiri, me thmi, me gru, a rënohet. Me shpret, që me drasë marë. Mjellin e përpërdo që drasë, a binë shpi. Shkom në qëtër kushte une. Vala shumë. Me 29 vjeç me vujto shumë njëri. S'kam faj rejnia se po ikin pi Kosovës. Nuk kam faj. Se nuk ben njëri një shtet, nuk e kena marrë me të morë për shellë me thonë që te e ki qëtë punë së kërru me për në. Se unë jemi zotin me vujnë, këtë më që ishë punoj. Nuk i thëmë punës jo, po shumë e bo se s'kam shkollë. Këna rënu një shatë në tecë, aty a shkolla sen s'kena pasë. Në Amerikë kena shqitë dënu, ekra, si sen kena rënu atje. Në arë këtu kështë për ma mirë, por njëti sen është. As ka rrugë në as ka kur gjojsh, edhe ujnë e kena pa kanalizime, pa kur gjojnë a këtu. Shumë problem është me rënu këtu. Tu o problemi rrugë, ujë, struj s'ka këtu. Kanalizime s'ka, gjoj u. Katastrofë o veni këtu vitë. Njëmën të më se kam.
Mama ma ka liu, se unë punë me Qirokun, ta ma ka liu nona vllaznia, ma kanë thonë tokën shtu. Ta marrua shtëpinë kape për neve, marrua ta. Kush një mën, thatë një mën. Ka ndalë diaspora, më ka nimu shumë. Shumë më ka nimu diaspora. Falemderoj diasporën, shumë ka nimu. Falemderoj shumë. Ata e nërë mundësia atyve, falemderoj të tonëve kush është këtë video se mund të nimu, Allah e shoha shpërblen. Banorët në Bërkac të Gjakovës prej kohësh përballen me mungesë të infrastrukturës, mungesës së rrjetit të kanalizimit, të ndriçimit e pasi sipas tyre më së shumti u mungon vëmendja e institucioneve lokale. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Takohemi pas një jave. Mirëmbëngjes.